Ky është programi I Partisë Socialiste në 2013. I dokument që edhe vetë socialiste nuk e kanë pasi kujdesu që të fshihet në çdo moment. Shoqëri një gazetar e kishte ruajtur. Mund të na e kisha kërkuar Gjelsa dhe dua të personalisht. Nëse e keni ma jepni dhe I kopjes se më tha ma ruaj. Atëherë në këtë program flitet për shumë premtime që këtu e 12 vjet përpara të parealizuar. Flitet për ujin 24 orë, flitet për një rrjet e korridor modern që do përshkruaj gjithë Shqipërinë. Flitet për luftë ndaj korrupsionit. Për një luftë ndaj korrupsionit. Ka pas për 4 vjet apo 40 vjet? Se mund ta ketë pas shtrirë në kohë. Për 4 vjet e ka thënë atëherë. Tani do t'ju flas pak për luftën e korrupsionit. Meqense e kërkuan. Këtu kam një dokument të këtyre kohëve që vllai I deputetit Qefalie përfiton rreth $5 milion nga buxheti I shtetit, konkretisht nga Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Jo, një minut. E përfiton në mënyrë paligjshme apo të ligjshme? Po, ka konflikt interesi? Vllai I zotit Qefalis? E përfiton duke qenë vetëm një operator mbi të gjitha. Tani, kjo është gjë tjetër, se vllai mund të jetë në punën e vet dhe biznesin e tij. Këtu kam në 3-4 muajt e fundit të gjitha procedurat me flamur të kuq të prokurimeve publike. Veç te kjo dora ime këtu janë 10 miliona euro. Çdo të thot me flamur të kuq, do të thot që janë përjashtuar të gjithë operatorët e tjerë përveç operatorit që duhet ta fitonte. Kështu që kjo është lufta ndaj korrupsionit. Më fal zonjë se doja të idhja shtart. Por e hodha me qëllim, sepse ky është reagimi që duhet kemi me këdo që po tenton të mashtroj. E kishe provuar në shpirta apo e bëre këtu direkt? E kishe provuar në shpirta? Edhe ndonjë shpirt tjetër. Kam njohur edhe një koleg tjetër që skena shqiptare rrinte shumë e vogël për nivelin e lartë artistik dhe performues. Por mund të them vetëm kaq. Lutem më lejoni të mbaroj se unë ju lash. Para 2 ditëve unë ju lash të mbaroni. Prezantimin e Grekos ku flitet për unë ju lash të mbaroni, të lutem, më lini të mbaroj. Më lini të mbaroj. Fliste për rezultatet e luftës ndaj korrupsionit në Shqipëri. Më lini të mbaroj. Historia juaj më lini të mbaroj. Do t'ju japi rezultatin prapë 2025 me sukses. Ka 10 miliona euro. Në 12 vjet ka 100 miliona euro. Jo më larkë se përpara 2 ditësh të doli një dhënë e re që për herë të parë remitancat I kalojnë 1 miliard euro. Që do të thot parat e njerëzve që ndodhen në emigracion për të mbajtur ata familjarët e tyre, por rriten vit pas viti. Po të lutem. Ato mund t'jenë dhe për investime. Po mund t'jenë dhe për investime. Se një numër të mëdha të real estate mund t'jenë për investime, po janë të ndara dhe me zëra. Dhe kjo puna e korrupsionit, a mund të më ysh konkretisht me që do të flasës për korrupsionin, se letra mund të edhesh dhe mund të shtu janë 500 milion, 7 miliard, mund të thuash rast konkret korrupsioni me emër, me mbi emër, me gjë konkrete? Se të njëjtën gjë, identik ma ka bërë Rama në 2013, ka ardhur këtu, I ka rënë 3 herë një dosje trash dhe ka thënë këtu janë miliarda që 8 vjet ka vjedhur PD-ja. Jo, këtu mund t'i marr një nga një ti lexoj, po ja u dash një raste më konkrete, më përfaqësuese. Rastet më konkrete do t'i përfaqësuese, më përfaqësuese dhe më konkrete. I di sot e tërë Shqipëria, që është rasti inceneratorit, që s'ka më nevojë për të flitet, dhe rasti 5D-s, për nga modeli se si një bashki, një pasardhës që ishte konceptuar si I tillë, ose donte veten si të tillë. Po merret s'pak me të dyja. Pa diskutim. Po merret, por akoma nuk është në akuzë. Nuk është në akuzë as zoti Veliaj, as zoti Rama që është mbasi inceneratori. Tani, zoti Fevziu, ne fondi prokurime publike rritet viti. Ke pafund prokurime publike që bëhen në fshehtësi nga Akshi, sot që flasim, dhe së shpejti do t'i bëjmë dhe publike, cilat janë ato. Po, kjo është më e ndershme dhe më e drejtë. Të cilat do t'i bëjmë, dhe bëhet fjalë në fshehtësi, ka procedura që ligji një. Bëhet në fshehtësi. Po dakord pra. Terma duhet I zgjidhni se Okej pra. Quhet keq informim. Kështu që në këtë aspekt zoti Fevziu, parat, buxheti I shtetit I ka për t'u përgjigjer nevojave qytetarëve. A do apo s'do, a ka vullnet apo s'ka vullnet, kjo është çështje për të parë. Por ajo që doja të thoja, që doja të ritheksoja për qytetarët, sidomos për bujqësinë, meqense sa po prezantojmë dhe programin bujqësisë, do doja ta dëgjonin qytetarët. I parë Treshi, I cili është program I Bashkimit Evropian, e ka ndërprerë marrëdhënie me Shqipërinë pasi akuzon për 33 milion euro
të zhdukura, të avulluara, të cilat kanë shkuar në xhepin e të korruptuarve. Dhe zyra e Olafit ka kërkuar një përgjigje sot që flasim ne, ka kaluar gati një vit, ka kërkuar një përgjigje nga qeveria shqiptare dhe sot nuk e ka një përgjigje. Si pasojë e këtij korrupsioni, i cili është gati i faktuar përballë institucioneve europiane, Shqipëria dhe fermerët shqiptar kanë humbur 112 milion euro subvencion. Që do të thotë që nëse Serbia në vitin e kaluar ka marrë 333 milion euro në mos gaboj subvencion dhe ka subvencionuar dhe 170 e tjera, që do të thotë 500 milion euro për bujqësinë, sot Shqipëria ndodh me 0 subvencion dhe bujqësisë dhe humb dhe parat e taksa paguesve europian që ishin të destinuar për fermerët, për shkak të keqeverisjes dhe për shkak të korrupsionit.